shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në rubrikën Intervistë. Jemi në stinën e vjeshtës, periudhë kur ndryshimet e temperaturave dhe qëndrimi më i gjatë në ambiente të mbyllura ndikojnë që rastet e gripit sezonal të shtohen çdo ditë e më shumë. Kjo është edhe koha kur kujdesi ndaj shëndetit duhet të jetë prioritet, sidomos për fëmijët, të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Por çfarë është në të vërtetë gripi sezonal? Si mund ta dallojmë atë nga ftohja e zakonshme, sa ndikon imuniteti ynë dhe cilat janë mënyrat më të mira për ta parandaluar atë? Për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve dhe për të ndarë këshillat e vlefshme për qytetarët, kemi sonte të ftuar Dr. Kristian Lëgjuraj, mjek të përgjithshëm. Kristian, faleminderit shumë që keni pranuar ftesën tonë. Faleminderit ju për ftesën, kënaqësi. Jemi në mesin e vjeshtës dhe rastet e gripit sezonal janë gjithnjë më të shpeshta. Çfarë është në fakt gripi sezonal dhe pse quajmë të sezonal? Po gripi është një sëmundje e cila prek sistemin respirator apo të frymëmarrjes. Është shkaktuar nga virusi i influencës, i cili në fakt është në qarkullim gjatë gjithë vitit, por jashtë këtij sezonit, i cili konsiston nga tetori deri në maj, është në një numër shumë të ulët, pra rastet janë shumë sporadike. Është në këtë sezon pra ky virus është më aktiv dhe pikërisht për këtë arsye është një sezon apo një periudhë e dalluar e cila se kushtohet më shumë vëmendje nga gjithë. Shpesh njerëzit ngatrojnë gripin me ftohjen e zakonshme. Si mund t'i dallojnë këto dy gjendje? Po në fakt sa i përket simptomave janë shumë ngjashme. Ajo çka i dallon është intensiteti i tyre. Pra tek gripi këto simptoma do na shfaqen me intensitet dukshëm më të lartë. Dallim tjetër është edhe mundësia për zhvilluar komplikacione. Tek gripi kjo mundësia është shumë më e lartë dhe gripi pra mund të jetë shkaktar edhe si pasojë këtyre komplikacioneve të jetë edhe shkaktar i vdekjeve, çka për ftohjen e zakonshme është një fenomen shumë i rrallë. Mirë, do të ndalemi pak sa këtu tek simptomat, cilat janë shenjat më të zakonshme të gripit dhe sa ditë zgjasin zakonisht. Shenjat më të zakonshme janë kolla, është dhimbja e fytit, mund kemi edhe rrjedhje hundesh apo kur kjo është më shpesh tek ftohja e zakonshme, temperatura e cila mund të jetë deri në 40 gradë Celsius, dhimbje trupit, cilat janë të shprekura. Këto janë simptomat tipike. Pastaj nëse ndodhin komplikimet, atëherë simptomat do na shfaqen varësisht nga organi i prekur. Është mundur që gripi të kalojë pa ethe, por temperaturat e larta do të thotë është temperatura e lartë është gjithmonë e pranishme sa i përket gripit. Sa i përket gripit të sigurisht që mundet edhe pa ethe, madje e pjesë e madhe mund ta kalojnë gripin edhe pa zhvilluar simptoma fare, domethënë personat të cilat janë hyrë jashtë kategorive të rrezikuara, pra personat e shëndosh nën 65 vjeç dhe mbi 5 vjeç. Ka pjesa tjetër mund ta kalojë domethënë me një simptomatik të lehtë, kurse një pjesë tjetër mund të zhvillojë temperaturë dhe të ketë një klinik më të rëndë. Ka persona me sëmundje kronike që përjetojnë më rënd gripin. Si ndikon gripi tek ata që vojnë nga tensioni, diabeti apo astma? Po është saktë, gripi ka tendencë të përkeçësojë apo të akutizojë sëmundjet kronike. Sidomos sëmundjet e moshkrive, siç është astma apo sëmundja obstruktive pulmonare kronike. Përpos akutizimit të tyre apo bashkë me të arritet mundësia edhe për të zhvilluar pneumoni apo infeksionin e moshkrive, e cila është komplikim ndër komplikimet më shpeshta të kësaj sëmundje, e cila mund të përfundojë edhe me vdekje. Po ashtu të sëmundjet kardiovaskulare rritet rreziku disa fish, 6 deri në 10 fish në fakt për zhvilluar infarkt miokardit. Pacientët të cilët kanë pamjaftueshmëri të zemrës drejt atmosferës së të kenë përkeçim të zëndjes, po ashtu të formojnë aritmi apo pacientët të cilët vetëm i kanë aritmi të kenë përkeçim të tyre. Edhe tek pacientët neurologjik, sidomos
pacientët të cilët të vuajnë nga epilepsia në gjatë periudhës të gripit mund të rritet shansa pra se të zhvillojnë edhe konfuzione. Pra pak a shumë gripi i aktivizon pak a shumë thuajse të gjitha sëmundjet kronike të cilat mund të ketë në pacient. Atëherë këto janë ato komplikimet që mund të shkaktojë gripi apo jo. Po sa i përket momentit do të thotë kur duhet ai kujdesi mjekësor, në cilat raste do të thotë gripi mund të bëhet i rrezikshëm. Po kujdesi shëndetësor duhet atëherë kur temperatura vazhdon të jetë e lartë për 3 ditë apo më shumë, mbi 35 gradë Celsius, të mëzit përdorimin e antipiretikëve apo medikamenteve të cilat ulin temperaturën, kur kemi vështirësi në frymëmarrje, kur kemi një kollë e cila mund të ketë sekrecione me ngjyrë të verdha apo jeshile, kjo mund ta bëjë të dyshojë se kemi infekcion bakterial, apo kur mund të kemi çrregullime si janë në konvulsionet apo çrregullime të vetdijes, atëherë duhet të drejtohemi sa më parë tek mjeku për të marrë shërbimin e duhur. Qartë. Zakonisht kur sëmuremi, përpiqemi të kurohemi vetë, cilat janë gabimet më të zakonshme që bëjnë qytetarët kur kanë grip? Gabimi më i madh është përdorimi i antibiotikeve, sepse antibiotiket nuk kanë asnjë efekt pozitiv sa i përket gripit, sepse antibiotikët veprojnë vetëm kundra bakterjeve dhe në rastin fjalë është sëmundje virale. Përpos se nuk ka asnjë efekt pozitiv, ka efekte negative për arsye se antibiotikët përpos se targetojnë bakterien e cila shkakton sëmundjen, ato pashtu dëmtojnë apo vrasin edhe bakteriet të cilat janë normalisht në trupin tonë, pra mikrobiotën tonë, florën bakteriale normale, e cila ka ndikim shumë të madh, ndër tjera edhe në imunitetin e personit, kështu që duke i dëmtuar këto, ne do dëmtojmë sistemin imunitar dhe kështu do përkeqësojmë vetëm gjendjen. Kjo është një gabim tipik teme, cilën pacientët e bëjnë. Qartë. Kur duhet të bën analiza apo ndonjë test i veçantë? Ka raste kur është nevojshme të kontrollohet më thella, por do jetë ajo që përmendet pak më herët, ndoshta kur ka komplikime. Po, pikërisht, sa i përket testimit nuk është se bëhen në rutinë këto testime. Testimet mund të bëhen kur jemi përballë një komplikimi dhe duhem ta dimë shkaktarin e sëmundjes, do të thotë shkaktarin eksakt, në mënyrë që edhe trajtimi të jetë i drejtuar pikërisht ndaj etiolojisë, pra ndaj virusit në këtë rast. Pushimi në shtëpi është një nga këshillat më të shpeshta. Sa i rëndësishëm është në procesin e shërimit dhe pse nuk rekomandohet të shkohet në punë apo në shkollë gjatë infeksionit? Pushimi është shumë i rëndësishëm sepse sistemi imunitar i duhet energji për të luftuar sëmundjen, në këtë rast virusin. Dhe nëse ne merremi me ndonjë aktivitet fizik apo një gjë të tillë, ne këtë do e deprivojmë sistemin imunitar nga energjia që i duhet. Kështu që sistemi imunitar nuk do veprojë në atë kapacitetin e vet, pra do riulim mundësinë e veprimit dhe kështu mund të çojë deri në komplikime, deri në përkeqësim të klinikës dhe zgjatje të shërimit, apo zgjatja e shërimit mund të shtohet. Dhe sa i përket izolimit apo mos shkuarjes në punë apo në shkollë, është rëndësishme për arsye pikësisht edhe sepse trupi i duhet të ka nevojë për pushim, por edhe në mënyrë që mos jemi përhapës të sëmundjes, por në këtë mënyrë pra të kontribuojmë në izolimin e saj. Qartë, do ndalemi tani edhe tek parandalimi, cilat janë mënyrët më të thjeshta dhe efektive për të shmangur gripin sezonal. Masa më e mirë parandaluese është vaksinimi, i cili rekomandohet të bëhet tek personat të cilat hyjnë në kategoritë e rrezikuara, siç janë personat pra mbi 65 vjeç, personat të cilët kanë sëmundje kronike pavarësisht moshës, fëmija po ashtu nën 5 vjeç janë të rrezikuar. Indikacion
për të marrë vaksinat kanë të gjithë personat mbi 6 muaj. Fëmijët në 6 muaj nuk rekomandohet, pra nuk jepet në vaksinat për ta dhe për këtë arsye është e rëndësishme që antarët e familjes të jenë të vaksinuar në mënyrë që virusi të izolohet dhe të ulet mundësia që fëmija të kontaminohet dhe në fund të smoret. Ashtu, mas tjetër mund të marrim edhe mbajtjen e distancës, pa tjetër, e cila rekomandohet të jetë paktën 1,2 metra kur flasim apo diçka e tillë. Në ambientet të brendshme rekomandohet të mbahet maska. Po ashtu të evitohet kontakti i hundës, gojës apo syve me duart pa pastra dhe t'i mbajmë duart të pastër rregullisht. Do të thotë këtu përfshihet edhe higjiena e duarve dhe shmangja e kontakteve me persona apo jo? Patjetër, kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është në cilën transmetohet ky virus përmes spërgjeve të cilat mund të bien qoftë direkt në mukozat respiratorit të hundës, gojës apo në sy apo në objekte ndryshme të cilat më pas ne i prekim dhe kështu me duart pa pastra prekim hundën në gojën apo sy dhe kështu infektohemi. Qartë. Dhe sa rol luan ushqimi e aktiviteti fizik në forcimin e imunitetit gjatë kësaj periudhe apo rekomandohet pushim? Gjatë kësaj periudhe rekomandohet pushimi, por sigurisht se kur nuk kemi me grip apo kur kushtojmë shëndet, është shumë e rëndësishme që të kushtohet rëndësi aktivitetit fizik, sepse ka rol shumë të rëndësishëm për sistemin imunitar dhe për shëndetin në përgjithësi, po ashtu dhe ushqimi, në këtë rast të jetë sa më pasur me vitamina, siç është vitamina C, vitamina D, E, këto janë vitamina të cilat kanë impakt apo ndikim në sistemin imunitar dhe kështu do të ndikojmë të përshpejtojmë edhe rikuperimin apo shërimin. Nëse dikush e kalon gripin, sa kohë pas shërimit mund të kthehet në aktivitetet e përditshme? Po, kur infektohemi me grip, zakonisht jemi transmetues apo përhapës të sëmundjes 1 ditë para se zhvillojmë simptomat deri në 1 javë. Do të thënë, gjatë kësaj kohe rekomandohet që të izolohemi, pra mos merremi me aktivitete të tjera, në mënyrë që mos ta përhapim. Po ashtu kur kalojmë pra 24 orë nga temperatura, do të thënë, nga temperatura e lartë dhe kur pacienti e ndjen veten se ka mjaftueshëm energji për të zhvilluar aktivitetet e ndryshme, mundet atëherë patjetër që të vazhdoj aktivitetin e vet normal, edhe pse simptomat mund të jenë të pranishme në intensitet të ulët, sepse ato mund vazhdojnë të jenë edhe deri në 2 javë, por kjo nuk është pengesë për të zhvilluar aktivitetet e ndryshme të përditshme. Po sa i përket fëmijëve, çfarë duhet të dinë prindrit dhe si ta dallojnë atë, pra do të thotë kur të kërkojnë ndihmë mjekësore përveç vaksinimit që përmendet? Po, për fëmijë është e rëndësishme kur të ndallojmë se ka mungesë apo ka mungesë në frymëmarrje, pra kjo mund ndallohet kur fëmia merr frymë shpejt, do të thonë merr frymë shpesh, kjo është një shenjë, apo kur nzyra e lëkurës është cianotike apo nzyrë të kaltër. Kjo do na tregojë se kemi mungesë të oksigjenit në zjarr dhe na bën të dyshojmë për komplikime pulmonare, kryesisht për pneumoni. Po ashtu duhet të kemi kujdes edhe për shenjat e dehidrimit, të cilat mund ndodhin dhe është një ndër komplikimet e shpeshta të gripit tek fëmijët. Këtë mund të vëjmë re për shembull përmes kur fëmia ecën dhe nuk derdhë lot, kjo është një shenjë e dehidrimit, apo kur kalojnë për shembull disa orë deri në 6 orë për shembull pa urinuar, kjo është një shenjë tjetër e cila na bën të dyshojmë për dehidrim dhe duhet marrë masat sa më parë nëse të rikuperojë gjendje. Po. A mund të sëmuremi disa herë gjatë një sezoni nga viruset e ndryshme të gripit? Po, është saktë, mund të infektohemi më shumë se një herë, për arsye se në cirkullim gjatë sezonit të gripit janë më shumë se një virus, pra janë disa variante të tina dhe
Por ky reinfektim, themi, ndodh më shpesh tek personat të cilët hyjnë në kategori të rrezikuara, të cilët kanë imunitet apo të cilët kanë imunitet të dobët, siç janë dhe të tjera dhe pacientët me sëmundje ndryshme, siç janë kancerit e ndryshme apo leukemit, që ndikojnë në rrjenjën e imunitetit, apo pacientët me HIV, AIDS, pacientët të cilët marrin trajtime ndryshme, siç janë hemoterapia, radioterapia, kortikosteroid apo imunosupresor. Këto ndikojnë domethënë në ndërsimin e sistemit imunitar dhe bashkë me të mund të zhvillohen edhe më lehtë reinfektime. Por vaksinimi nga ana është poashtu i rëndësishëm sepse përfshin apo mbron nga 4 variante të viruseve të cilët janë më shpesh në cirkulim, dhe kështu ullet mundësia, sidomos për pacientët e rrezikuar, që të reinfektohen apo të zhvillojnë këtë sëmundje më shumë herë. Qartë. Përveç kujdesit ndaj gripit, në shtëpinë e shëndetit po zhvillohen edhe programet depistuese për kancerin e gjirit dhe të sorres së trash. Çfarë janë në të vërtetë këto programe dhe cili është qëllimi i tyre? Programet depistuese kanë për qëllim për të zbuluar kancerin para se ai zhvillon simptoma. Kanceri, siç dihet, është shkaktar më kryesor të vdekjeve në botë. Në fakt 20-25% e vdekjeve në Evropë, përfshi edhe këtu tek ne, është përgjegjës kancerit. Qëllimi pra është të zbulohet para se jep ai simptoma. Në këtë mënyrë trajtimi është më i thjeshtë dhe më efektiv. Domethënë zakonisht kur zbulohet në fazat e hershme, trajtimi mund të jetë vetëm lokal, pra vetëm ndërhyrje kirurgjikale, dhe mund të mos kemi nevojë për trajtime sistemike, siç janë kimioterapia apo radioterapia. Kjo është avantazhi i saj. Këto për screening apo programet depistuese tek ne janë për kancerin e gjirit dhe për kancerin e zorrëve. Domethënë për kancerin e gjirit, grup mosha target është nga 50 deri në 69 vjeç. Bëhet pra mamografia. Mbas saj mund të shohim në rast se kemi lezione apo dëmtime të cilat bëjnë të dyshohen pra për kancer. Për kancerin e zorrëve është grup mosha target është 50 deri në 74 vjeç. Ky është një test i cili bëhet përmes marrjes së mostrës nga feçet, dhe këtu shohim pranimin e zgjakut. Në rast se testi është pozitiv, atëherë pacientin e drejtojmë për bërë kolonoskopinë, i cili është edhe standardi i parë për zbuluar këtë kancer. Përpos saj, në rast se kemi të bëjmë me ndonjë polip prekanceroz, zatënjëjtë procedurë mund të bëjmë edhe hecjen e saj, dhe kështu të bëjmë edhe trajtimin, të marrim pacientët dhe trajtimin njëkohësisht. Në rast se testi del negativ, atëherë rekomandohet që të bëhet përsëritja e testit pas 2 vjetëve. Test tjetër që bëhet është edhe testi për kancerin e safës së metës. Këtu përmes tamponit merret mostra, të cilat mostrat nga safa e metës ku shihen pra ndryshimet celizore, në rast se kemi pra ndryshime prekanceroze apo kanceroze, si dhe shifet për praninë apo jo të human papilloma virus, i cili është edhe shkaktari kryesor i këtij pra kancerit. Në këtë mënyrë pra. A duhet qytetarët të paraqiten vetë në shtëpinë e shëndetit apo ftohen nga mjeku familjar? Ftohen nga ekipi i mjekut të zgjedhur, por patjetër se kanë drejtë edhe ata të paraqiten vetë në rast se nuk marrin telefonat. Dhe e cila mund të jetë për shkaqe ndryshme. Një ndër to mund të jetë edhe mos përditësimi i kontakteve në kartierën shëndetësore, për çka ai u bëj thirrje njëkohësisht se ta bëjnë një zë të tillë, jo vetëm për këtë rast, por për çdo gjë tjetër, është më i lehtë kontakti mes mjekut apo stafit mjekësor me pacientin. Natyrisht. Shumë njerëz hezitojnë të bëjnë këto kontrolle nga frika ose nga mungesa e informacionit. Çfarë do të thoshit atyre për t'i inkurajuar që të marrin pjesë? Po, këto programe kanë për qëllim një gjë, pra për të zbuluar një të vërtetë e cila është
është me ne dhe sa më parë që se të përballemi me të, as me sukses kemi për ta trajtuar apo për ta kaluar vizat të tillë. Në rast se neglizhojmë, nuk do shërohet, nuk do largohet, por përkundrazi do bëj komplikime të cilat prapë do na duhet të drejtohet tek mjeku, por në këtë rast trajtimet dhe pasojat do jenë shumë të kushtueshme për shëndetin dhe fatkeqësisht për edhe për jetën. Kështu që sa më herët të Sa drejtohet. më herët më mirë. Dhe doktor, për fund, cila do ishte porosia juaj për qytetarët në këtë periudhë të vitit, si në lidhje me gripin sezonal, ashtu edhe me kujdesin e përgjithshëm për shëndetin? Po, janë ca rregulla se i përsërisim her pas here, janë shumë thjeshta, por janë efektive për të ruajtur shëndetin përgjithësi, si për gripin, si për sëmundje të ndryshme, për parandalimin e sëmundjeve të ndryshme kronike, është aktiviteti fizik, ushqimi i rregullt dhe i shëndosh, gjumi i rregullt është shumë i rëndësishëm, pushimi, largimi i stresit, pra sa më pak stres, të gjitha këto ndikojnë për një jetë sa më cilësore. Dhe kundërta si vetëm sëmundje. Atëherë, doktor, më mbetet ju falenderoj shumë për kohën që keni ndarë për ne dhe për gjitha informacionet dhe këshillat e vlefshme që i keni ndarë me shikuesit e televizionit, po ishte kënaqësi. Faleminderit juve për interesimin, është gjithmonë kënaqësi. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju për vëmendjen. Deri në emisione tjera, mirupafshim.